Kam shumë frikë se edhe shkrimi i historisë mas 20-30 viteve do t'jetë një art tjetër, edhe nuk jam në gjendje ta parashikoj si do jetë, po nuk besoj se do jetë siç i mësuar që ta kuptoj këtë gjë si pas traditës së shkrimit të historisë. Gjithsesi, unë e kuptoj thelbin e pyetjes dhe ajo është më e rëndësishmja. Unë besoj që në këtë fazë Partia Socialiste ka një mision historik i cili ka qëlluar që të jetë i gjithi në dorën tonë, për herë të parë të paktën në gjithë mënyrën si e shoh unë janë bashkuar yjet, si thuash, edhe jemi në kushtet kur mund ta përmbushim ëndrrën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ky është misioni i Partisë Socialiste. Edhe patjetër që ky është misioni im. E kam besuar këtë gjë kur duke e pamundur, e besoj sot shumë më tepër sepse duket tani me sy mbritja, dhe nëse kjo do të ndodh, atëherë besoj që historia do sillet shumë mirë me ne. Përshëndetje, fillimisht do ta nis me të ngjatjeta për kryeministren në Shqipëri. Unë jam Suhejb Mehmeti, jam student Universitetit Nën Tereza në Shkup. Ashtu jam edhe një nga organizatorët të protestave për zbatimin e gjuhës shqipe në gjithë institucionet në Shkup dhe për provimin e jurisprudencës. Kryeministër, frika më e madhe e popullit Maqedonas është se integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për arsye se ne e dim, Bullgaria dhe Greqia kanë vënë veto për të hapë negociatat në shënje veriut për Bashkimin Evropian. Nëse në një të ardhme sa më të afërt, Shqipëria futet në Bashkimin Evropian, ju si kryeministër do i vendoni veto Bashkënisë veriut për të garantuar të gjitha të drejtat e shqiptarëve që ndodhemi atje. Dhe pyetja e dytë, në eniteti i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë thotë se shkruan se Shqipëria do të mbrojtë të drejtat e shqiptarëve jashtë kufive të saj. Në Maqedoninë e Veriut, afër 300.000 Maqedonas janë pajisur me pasaport bullgare. A është koha tash ne si shqiptarë jashtroreve të Shqipërisë të fillojmë të pajisemi me pasaporta shqiptare? Intensiteti i duartërkitjeve ishte kuptim plot, por mbase do ju zhgënjej, Shqipëria nuk ka veto për të vënë askujt dhe askund. Shqipëria ka të gjithë interesin që punët në Republikën Fshinje të Maqedonisë së Veriut të shkojnë fjoll, të shkojnë sa më mirë. Shqipëria ka të gjithë interesin që marrëdhëniet mes dy popujve shtetformues të Maqedonisë së Veriut, që janë maqedonasit të Veriut dhe shqiptarët, të jenë marrëdhënie vëllazërore dhe të jenë marrëdhënie të jo të një bashkëpunimi, po të një bashkëjetese harmonike. Janë bërë përparime shumë të mëdha, kjo është e vërteta. Gjëra që jo shumë vite më parë dukeshin si të pa imagjinueshme kanë ndodhur. Demokracia nuk është një shëtitje në një rrugë të shtruar, bulevard, është një rrugë
që ka kthesa, që ka ngjitje, që ka zbritje, që ka momente vështirësish, por për sa na takon ne duam më të mirën për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe unë kam qenë gjithmonë i bendimit që vetot në proces nuk i shërbejnë askujt, vetot në proces janë pengmarrje dhe janë në thelb jo konstruktive